Për shembull, le të përmendim një fakt. Në qoftë se ne marrim, le të themi të zjejmë mish pule. Okej. Le të marrim në mëngjes një gotë me këtë lëngun e pulës, ose lëng mishi viçi. Por lëngu i pulës ka të bacil-tracinën, pra një probiotik që është shumë i domosdoshëm dhe i dobishëm për organizmin. Edhe duhet ta konsumojmë lëngun e pulës. Dhe sa herë konsumojmë lëngun e viçit në mëngjes me një të verdh veze. Por lëngu le të jetë i ngrohtë, 35-40 gradë. Pra që të pritet pak ajo veza. Jo, të mos pritet fare, atë bëhet si portokollat, që ta trazuar. Nuk e lë atë shijen, atë aromën, apo jo e mbyt lëngu le të themi? Asnjë. Ajo bëhet e mrekullueshme. Atëherë, shiko, ne përmendëm një 2 probiotik që janë edhe tek veza, edhe tek pula, tek lëngu i pulës, dhe këto që të dyja kanë veti rigjeneruese. Po përmendëm disa bimë të tjera të cilat kanë veti rigjeneruese, por kanë dhe veti të rrisin rezistencën e organizmit. Si thuash, ka bimë plot në Shqipëri, po të gjojmë të qëmtojmë ato më të mirat, më të fuqishmet. Patjetër. Dhemi për shembull tek çaji i Malit të Jugut. Çaji i Malit, nuk besoj që ka shqiptar që nuk ka çaj Malit në shtëpi. Le të kujtojmë pse ishte vënë ky emërtim. Sideritis raeseri, emërtimi në latinisht. Kuptimi i kësaj është kjo. Kjo është një bimë, pra e provuar shumë vite më parë, që ato gjethet e saj kishin aftësinë të mbyllnin plagët e hekurit, të shpatës, ato gërvishjet e kështu. Shumë interesante. Dhe prandaj u vu ky emri sideritis, mbyll plagët e shpatës. Dhe raeseri ishin ata 2 persona që e studiuan pra këtë bimë dhe e renditën në fondin e atyre bimëve të Europës. Por përcaktuan zonën e veçantë, që ishte kjo pjesa jugore dhe juglindore e Shqipërisë. Atëherë ky çaj i kombinuar me trumzën e malit, Satureja montana, edhe kjo pra ka lidhje me mali. Pra bimë që të jep, si thua, forcë nga mali, trumza. Po nëse do të përdornim edhe ekualipsin ose dafinën, sepse kanë substanca kimike, kanë për shembull ekualiptolin, i cili na ndihmon që të zgjerohen këto rrugët e sipërme të frymarrjes dhe të mos na arrijnë të irrituara, të acaruara, të skuqura. I zjem të gjitha këto kur bën bashkë? Mund t'i zjem maksimumi 1 deri në 2 minuta, në mënyrë që të mos na shkatërrohen. Dhe sa sasi mund të konsumojmë në ditë? 2 deri në 3 gota në ditë është më e pakta, edhe sikur 4 të përdorim gjithmonë. Ndikon niveli i kafeinës që ka te këto çajra për shëndetin e njerëzve, për shembull kush ka tension të lartë? Po, më duket se këto nuk kanë kafeinë brendësi të tyre. Çaji i Malit më duket se ka pak përmbajtje. Disa e dramatizojnë dhe thonë çaji i Malit është... Po, është mit. Nuk është e vërtetë. Jo, është panjohje. Që të vijun këtu dhe të flas kodra pas bregut, kod pa e njohur. Pra shikon që njerëzit duhet ta dinë sepse herën e fundit ndjes, po herën e fundit që kemi folur për çajet, thoshëm, po si thotë për çajet, ato kanë përmbajtje kafeine, prandaj të thashëm, më mirë ta kemi të sqaruar këtë si kompromis. Pra nuk ka një përmbajtje. Po marrim një bimë që unë nuk e di, ka kafeinë apo jo. Një qoftë edhe të panjohur. E piva ditën e parë. Më jep një shije si kafe, që do të thotë pas ka kafeinë. Mbas kësaj vëre që mu rrit tensioni. Atëre, kjo e dyta e përforcon atë mendimin, atë më dyshjen që kisha unë që mundet të ketë kafeinë. Po si doja bëjmë, unë e dua këtë bimë. Këtu mi jep zgjidhje ti, që ose ke intelekt, më thuaj. Është shumë e thjeshtë. Kafeina është si sheqeri. Marr bimët, i hedh në atë termosin, për shembull, ju hedh një ujë të valuar, e lë 5 minuta, shkrijnë këto fitokimikate, kur në brendësit sa është edhe kafeina, i marrën këto i derdh, i hedh ujin e dytë, i përvëlloj ose e zjej prap 1 minutë, dhe marrim të gjitha fitokimikatet e tjera. Ekstraktet pa pasur kafeinën brenda që ka ikur me ujin e parë. Pa kafeinë që ka ikur me ujin e parë.
Shumë interesante kjo, që është në mënyrë komplet ndryshe e trajtimit. Ajo që njerëzit nuk e dinin. Ndërkohë dhe një gjë të fundit, ndoshta mund të themi, roli i qepës edhe i agrumeve të paktën gjatë kësaj periudhe, të kombinuar ose jo me mjalt, me karafil, ma thuaj ti, si është? Po, do të ishte shumë mirë që gjatë periudhës së gripit, njerëzit mund ta shtrydhin qepën dhe ta thithin lëngun e saj me hund. Ka plot njerëz që bëjnë të, po, asnjëherë nuk bëjnë gabim. Mund ta marrin po pak, pra 10-12, patjetër. Dizinfektojmë këto kavitetet nazale. Ishte mërshme, më falë, po kjo ishte shumë, do me thënë, më dojgji tani. Aperi në shpirt. Më dojgji, më dha, e ndjeva të truri vogë. Nëse zotëria donte ja, kemi këtu një. Që të mos kishte virus, mund të bënte një veprim shumë të thjeshtë. Po? Hante 2 thelpinj hudra, çdo ditë thjesht sa ti përtypte, dhe një herë ose 2 do të hidhte në dorë pak piper të zi. Piperin e zi, sa të ndjente atë fytin që ishte si djegur, ose ta shikonte dhe ishte si përskuqur, një ta hedhur piperin e bluar tek dora dhe ta thithi me hund. Do shpërthejnë ato teshtitjet njëra pas tjetrës. Por ato nuk janë thjesht teshtitje. Po pra, sa kam pushime. Ato janë dalje shpirti, na falë. Jo, ato janë dalje virusi. Po, e qartë, thjesht pra, çfarë do bëj njeriu? Me këto spërklat që do të nxjerrë. Pra mund të shpëtojnë nga kjo, le të themi. Mushkëria edhe nëse ka grincat të virusit brenda, ajo i nxjerr me këto krismat njëra pas tjetrës dhe pastrohet gjithë sistemi frymarrjes në 1 minutë. Fantastike. Mandej mund të pim këto çajrat për qejf. Tash le të shkojmë tek qepa dhe hudra. Këto kanë 2 antibiotik të fuqishëm, alicina dhe alicina. Po. E prandaj kanë edhe atë emrin allium në latinisht. Latinisht, po. Atëre emri, mbi emri pastaj porum ose kjo. Atëre, ç'të mira na japin këto? Këto na rritin më së shumti rezistencën e organizmit. Nëse ndonjë fëmijë për shembull ndoshta nuk i pëlqen ose kështu, mundet o t'ja hedhim në pjatën e gjellës, po sikur hudra dhe qepa jo të vlojnë, po ndërkohë që pjata është e nxehtë mbi tavolinë, t'i hedhim nga pak qep në drekë, sidomos, që i bën jashtëzakonisht mirë, dhe hudrën t'i japim kur duam, ndash në mëngjes, ndash në darkë. Këto që të dyja janë vrastare të mrekullueshme të viruseve. Ua, shikoj Ylli, ke shpëtuar shumë njerëz nga kjo, sidomos gjatë kësaj periudhe që njerëzit e kanë kaq shumë të vështirë që të kenë këtë frymarrjen e duhur edhe ta kalojnë sa më lehtë. Unë të falenderoj shumë që erdhe dhe që gjete kohën, se e di shumë mirë se ti je pafund shumë i zënë gjatë gjithë kohës, dhe shumë kënaqësi të dëgjosh ty në këto këshillat që je. Faleminderit shumë. Shumë të vlefshme gjithmonë këshillat. Faleminderit. Jo, ishte shumë interesante. Ose ta kalojmë mirë, ta kalojmë. Çdo gjë që ne zbuluam tani, vërtet shumë interesante.